Kupën e botës dhe operacionit të tjera komerciale. Do të flasim për këtë, çfarë është ky propozim, çfarë përmbante, reagimet që ka pasur për të. Me mua në studio është kolegu Ledio Alili. Ledio, mirë se erdhe. Përshëndetje. Atë fillimisht çfarë është ky propozim i FIFA-s? Çfarë synohet përmes saj? Po me sa duket nga ajo që kam kuptuar dhe kam lexuar, Esmeralda, pas zhvillimit të botrorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të themi autoritetet amerikane apo njerëz që u morën me këtë organizim kuptuan që botrori gjeneron të ardhura shumë të mëdha. Për këtë arsye, shumica e tyre kanë propozuar FIFA-s me në krye Gianni Infantino, i cili është, le të themi, një lojtar që shpesh herë i luan kartat edhe pa marrë miratimin e të tjerëve antarëve të tjerë të lojës. Propozoi shitjen e aksioneve komerciale të FIFA-s. Fillimisht një shitje e cila do të ishte rreth 20%, me një vlerë rreth 4.2 miliard dollar, dhe më pas duke joshur gradualisht federatat pjesëmarrëse që janë rreth 211 federata, mos gaboj, pjesë e FIFA-s, me shuma të ndryshme, të cilat do të ishin si kuota që mund edhe të rishiteshin. Pra, në këtë lloj forme, domethënë synimi kryesor i FIFA-s është zgjerimi i mëtejshëm i le të themi organizimit të botrorit, duke e kaluar siç bën si vjet me 48 skuadra, edhe ndoshta pas disa vitesh mund të shkojë edhe në 64 skuadra. Dhe pse jo, synimi i tyre është që për shkak të mundësisë për të gjeneruar kaq shumë para, organizimi i Kupës Botës të bëhej edhe më i shpesht, pra çdo 2 vite dhe jo në harkun kohor prej 4 vite sa që është për momentin. Me këtë tezë që hodhen, le të themi, reagimi ishte i shpejt, sepse pjesë e FIFA-s janë disa konfederata, dhe e para UEFA, që është edhe më e rëndësishme, që ka dhe skuadrat ose le të themi kombëtaret më të forta, dhe aty ku luhet futbolli, pra në kontinentin evropian, reagoi duke dalë në bojkot total edhe duke i thënë FIFA-s që në rast se ju vazhdoni me këtë projekt që keni hedhur si tezë, neve do të bojkotojmë edhe nuk do të marrim pjesë. Reagimet kanë qenë goxha të ashpra faktikisht, kanë ardhur nga Italia, nga Britania, nga Gjermania, pra shumë federata evropiane, le të themi, kanë dalë kundër kësaj ideje. Nga krau tjetër, reagime ka pasur edhe nga konfederatat të tjera jo europiane, po për shembull ajo latine, e cila ka kërkuar që të rishqyrtohet edhe një herë edhe të ulën për diskutim. Kjo ka bërë që direkt pas kësaj FIFA të reagojë edhe le të themi, ta cilësoj këtë një gabim mediatik për shkak sepse ajo çfarë ata kanë dashur nuk është praktikisht kjo që po shfaqet në media, të paktën tek reagimi i fundit i FIFA-s, kështu thuhej. Dhe ne jemi të hapur për të bashkëpunuar, gjithçka është për të zhvilluar futbollin. Kjo bëhet për të përqendruar paratë dhe për t'i dhënë më shumë zhvillim futbollit, por unë, siç e shoh, në bazë të gjykimit tim, shoh që le të themi një teori me sa duket Amerika deri diku tek futbolli ka qenë pak jashtë, po i pëlqeu, u josh nga kjo ideja e të organizuarit evente të tilla që gjenerojnë kaq shumë para, dhe duke marrë parasysh edhe se kush është Gianni Infantino, i cili në rast se do të bëhej, domethënë ky projekt do merrte jetë, Gianni Infantino mund të ishte CEO i këtij projekti dhe madje mediat kishin shkuar deri aty sa nxirrnin edhe pagën e tij që do të ishte $56 milion në vit. Pra, bëhet fjalë për shifra marramëndse, Esmeralda, gjë që për çdo kënd që e ka luajtur futbollin, e njeh futbollin, e ndjek, është i apasionuar pas tij, nuk do donte që kjo gjë të ndodhte. E vërtet, mirë, Ledion, tani, reagimet e federatave, pra ka reaguar vetëm UEFA sepse nuk është pyetur apo është nënvlerësuar apo kërkon një projekt të tillë apo se tani nuk është larg edhe UEFA me mënyrën e funksionimit të FIFA-s. Por vetë federatat si e kanë parë këtë, se edhe zhvillimi i herë në 2 vjet. Kur thua ka reaguar vetëm UEFA, po them, jo. Reagimet e federatave, thashë se UEFA-n mund ta quaj edhe ka dashur dhe ajo një gjë të tillë, po them, apo i ka ardhur keq që nuk është vlerësuar për një vendimarrje të tillë e kisha në këtë. Ndoshta kjo ka qenë një ndër, le të themi, thojza justifikimet e UEFA-s për të futur në këtë kundërshtinë e madhe që kam përshtypjen që do pasojë.
sepse sa i përket konfederatave të tjera, Esmeralda, FIFA ata, domethënë, janë mbyll gojen me telefon. Ka ndodhur edhe më parë, janë të shkruhetura, le të them, në raporte se si çfarë ka dashur, le të themi, FIFA, qoftë për organizime botërori, qoftë për evente të tjera madhore, kur ka kërkuar, le të themi, votën e tyre, është vendosur ajo që ka dashur FIFA. UEFA del kundër sepse UEFA përbëhet, le të themi, nga federata të ndryshme të cilat kanë edhe pak potencial, ose le të themi janë shumë herë më jo të sofistikuara, po le të themi janë shumë herë federata të cilat kanë pesh në vendimarrje dhe absolutisht që FIFA duhet ta konsideronte sepse Europa nuk është e vogël në këtë pjesëmarrjen madhore të FIFA-s, po ta marrësh në konsiderat edhe tek finalja e fundit ose më saktë tek botërori i fundit, pjesa më e madhe e 8 apo 16 ekipeve të fundit vinë nga Europa. Pra ne jemi mësuar që gjithmonë skuadrat më me potencial vinë nga Europa. Edhe gjenerimin më të madh të ardhurave apo çmimet më të shtrenjta ishin në ndeshjet kur luanin europianët. Pikërisht, për këtë arsye UEFA ka reaguar edhe ka reaguar, le të themi, në mënyrë ekstreme, duke i treguar anën tjetër të medaljes FIFA-s që nëse juve vazhdoni me këtë organizim, neve bojkotojmë. Pra, bojkoti UEFA-s kam përshtypjen për FIFA-n do jetë humbje shumë e madhe, sepse në gjykimin tim do bjerë cilësia e futbollit, nëse nuk do marrë pjesë në një botëror Europa, kam përshtypjen që nuk do kesh me interes të shikosh Tanzanin me kepin e gjelbërt. Jam shumë i sigurt për këtë pjesë. Ose Curaçao. Apo Curaçao me Argentinën, për shembull, po flasim, po supozojmë. Kështu që në këtë pikë, UEFA është në këtë tortën e madhe që përbën FIFA-n, UEFA ka të llokmën më të madhe, është pesha më e madhe në organizimin e këtyre eventeve. FIFA u ka premtuar nga $40 milion federatave që do të mbështesnin projektin e saj? Nga $20 milion secilës federat, dhe kjo do jetë në formën e bonuseve dhe do jetë e mundur që edhe të rishitet si formë aksioni. Pra është një formë joshje që FIFA i bën këtyre federatave. Dhe ka federata që me $20 milion jo votën, po kam përshtypjen që thonë organizoj edhe çdo vit botërorin, se mirë do jetë dhe për ne. Shiko, futbolli ka kaluar këto... Apo të gjithave, për shumë, mund të merrim ne 20 edhe Kosova 20, apo ja? Po kam përshtypjen që jo, nuk e di tani, duhet të presim dhe të shohim se si mund të jetë projekti final, por unë gjykoj që me kalimin e viteve kemi parë, paktën 10 vjeçar i fundit, i ka ndryshuar rrënjësisht futbollin, dhe ajo që ka ndryshuar rrënjësisht futbollin është paraja. Pra, futja e shumave të majme të parave në futboll, e para po largon njëherë sportdashësit, sepse është një shprehje që nuk do vdes kurrë, që futbolli ka lindur nga të varfrit, por është vjedhur nga të pasurit. Tani paraja ka qenë gjithmonë, tani është bërë shumë para. Pikërisht pra, kjo është problemi. Sa që shpreha, çdo gjë që zblihet me para, blihet me më shumë para, tani merrihet edhe më shumë. Ka dalë shumë kohë përpara, jo. Absolutisht, po tani është futur, domethënë tani zë pjesë më të madhe të kësaj situate. Tani, nëse ne do i futemi edhe do analizojmë, le të themi, vlerën e një lojtari në tregun e futbollistëve, nuk le të themi nuk ngjitet në asnjë cep çfarë do lloj individi tjetë ai, sa do i mirë, çfarë do lloj gjëje të prodhoi në fushën e blert, tek e fundit mbetet një futbollist i cili është ndryshe nga shoku i tij i ekipit apo kundërshtari i tij sepse ka cilësi më të larta. Por në vlera, shoku i tij i ekipit supozojmë vlen 5 milion euro, ndërsa ky vlen 200 milion euro. Kjo është e pamundur, nuk mund të ndodhë. Diferenca të mëdha midis dy futbollistëve në këtë fazë ku ka arritur futbolli nuk të regojnë as më pak edhe as më shumë cilësinë e lojtarit, por thjesht të regojnë që ai lojtar ka pompimin më të mirë në PR-in që ka ndërtuar. Pra, për shkak të këtij marketingu, ky futbollist ka arritur këtë vlerë në tregun e merkatos. Nuk është e drejtë dhe nuk mund të jetë e drejtë që një futbollist të përfitojë shumë atë majme, sepse kemi parë që në 10 vitet e fundit 2 projekte, qoftë ai kinez, që u shua edhe u zhduk, qoftë edhe ky arab, janë projekte të cilat nuk e kanë ndihmuar futbollin të rriten në cilësi. Thjesht e kanë dobësuar atë
sepse lojtarët që kanë qenë lojtarë me cilësi dhe kanë luajtur në Europë, për shkak të parave janë njohur e kanë lënë futbollin dhe kanë luajtur në Kinë. Po e njëjta situatë ka ndodhur edhe në Arabi. Një projekt madhor për Arabin 2030, u nis që në 2020 me miliarda dollar të hedhura, saqë dje po shikoja që skuadra Al Nasserit kishte borxhe 280 milion euro, ndërkohë Cristiano Ronaldo të ardhurat vetëm tek Al Nasseri i kishte 600 e kusur milion euro. Pra, është një disbalans midis atyre që e kanë organizuar ose e kanë projektuar këtë ide, sepse është e padrejtë që në një ekip futbolli të gjithë luajmë futboll, absolutisht diferencat midis njërit dhe tjetrit mund të jenë goxha të mëdha, por në pagesa pastaj janë stratosferike. E kuptoj. Mirë, se jam në fund, në fatkesisht duhet ta mbyll me këtë lajm jo të mirë, aq më tepër për tifozët e Milanit, por edhe të tjerë. Franco Baresi ka ndruar jetë, u dha lajmi fakt edhe pak ditë më parë, duke se gjendja e tij ka qenë shumë e rënduar, edhe pse u përgënjeshtruar, sot lajmi është konfirmuar edhe nga Milani. Është ndoshta mbrojtësi më i mirë i të gjitha kohrave, Franco Baresi? Shiko, pas vdekjes të gjithë kanë, le të themi, këtë idem për të thënë që ai ishte njëri i mirë, po për Franco Baresin e ka treguar bota mbar se çfarë lloj mbrojtësi ka qenë, jo vetëm mbrojtës por edhe si njeri. Është ai mbrojtës për të cilin, domethënë për ta kuptuar madhështinë e këtij futbollisti apo e këtij njeriu, është ai mbrojtës për të cilin Maldini ka shkruar që faleminderit që më mësove gjithçka, që të jem edhe futbollist, po edhe burr në jetën e përditshme. Kështu që kuptoje madhështinë e Baresit, është një mbrojtës që vetëm topi i arti mungonte dhe atë ja dha vet Berlusconi. Kështu që besoj që do jetë humbje e madhe dhe në një moshë relativisht 66 vjeç. Jo shumë të vjetër, është për të ardhur keq kur largohen ikonat futbollit në këtë lloj forme, është për të ardhur vërtet keq. Jo vetëm për tifozët në përgjithësi, por familjarët edhe të gjithë njerëzit që kanë arritur ta njohin. Është kapiteni legjendar jo vetëm i Milanit, po i të gjithëve. Faleminderit shumë Ledio. Faleminderit juve. Mirë, dhe me këtë informacion kemi përfunduar këtu jo vetëm këtë edicion për këtë sesion. Shihemi në shtator, shpresoj me lajme më të mira. Ndërsa për lajmet e fundit nga vendi rajoni dhe bota, shkarkuni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Programet tona mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Bashkë mirëpafshim. Nga e hëna në të premte në orën 11